këto zgjedhje aprodhojnë edhe një situatë kur mund shkojmë në zgjedhje duke ditur çështjen e presidentes, kjo është diçka tjetër dhe çka prodhojnë brenda subjekteve politike, debatin e brendshëm edhe shumë çka tjetër. A mund shkojmë në zgjedhje ose jo? E nisim zgjedhje të reja ose jo? E nisim me hodajnë? Po, praktikisht mund të shkojmë në zgjedhje, sepse nëse marrim shembullin e barikadimit që patëm 9 muaj e ca, mund të shkojmë. Po, duke i thirrë arsye praktikisht mund shkojmë. Po, praktikisht mund shkojmë. Po, duke i thirrë arsyes edhe besoj që nëse ka interes apo mbizotron interesi publik të partit politike, është që nuk duhet të shkohet të zgjedhje, duhet të vazhdohet me tutje me institucionet, sepse nuk besoj që zgjedhjet kanë me prodhu në ndryshim. Për kundrazim mund të krijojnë një stagnim, pastaj prap një qeveri në detyrë, dhe mund të kemi pasoja përkundër që ajo që edhe nëse në qeveri në detyrë do të jetë ma legjitime, sepse është vazhdim, pastaj vazhdon. Tani ka faktor që mund ta çojnë vendin në zgjedhje, që dëshirojnë ta çojnë vendin në zgjedhje, se që mund ta çojnë faktor, ndoshta ka për shembull analistat në studio, shumica janë për me shku në zgjedhje. Si kemi pyetur realisht.